Mbrëmjen e djeshme përpara se Egli të futej në shtëpinë e Big Brother VIP 4, ajo pa një klip ku Gjesti fliste në dhomën e rrëfimit pasi ishte puthur me të. Ai thoshte se nuk e donte Eglin dhe se sapo të dilte nga shtëpia do të zhdukej dhe se banorja nuk kishte për ta parë më me sy. Kur të dal jashtë do zhdukem. S'ka me ma pa suratin. Nuk mundem ta dua, ka thënë ai për Eglin. Pasi e pa këtë klip, Egli u shpreh: "Unë i kam bërë vetes një premtim që unë nuk do derdh asnjë pikë loti më. Dua ta bind veten time që kjo që pash tani nuk është një surprizë." Egli u fut brenda shtëpisë më të famshme, ndërkohë që Gjesti u habit shumë kur e pa. Danja ishte ajo e cila e përqafoi plot mall, pavarësisht sidës së mos reagimeve. Pasi Egli u fut në shtëpinë e Big Brother VIP 4, ka qenë duke biseduar me banorët e tjerë sa i përket daljes së saj nga shtëpia dhe situatës me Gjestin. Ndërkohë që Gjesti kaloi pranë tyre, Egli ju drejtua: "Është e vërtetuar o Gjesti, s'kam si të mbroj këtë radhë. Do doja shumë, por nuk kam mundësi të të mbroj."